Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në edicionin tonë që kësaj radhe ja kushtojmë fushatës së sponsorisuar nga Bashkimi Evropian kundër dhunës në bazat gjinore. Në fushatën është inkuadruar edhe këngëtarja jonë e njohur Rona Nishliu. Ishin këto vetëm disa nga thekset më kryesore të këtij edicioni, më gjerësisht në vim të tij. Zemra e rejt dashuron, nuk pyet mosh e as vite. Besojmë se zërin të cilin sapo e dëgjuat nuk duhet prezantuar në mënyrë të veçantë. Bëhet fjalë për këngëtarën tonë të njohur, pop Rona Nishliu dhe këngën e saj Se vetëm zemra flet sakt. Rona me këngën e saj ishte vetëm një nga shumë kosovare dhe kosovarë që u inkuadrua në fushatën kundër dhunës në baza gjinore, që është e pranishme gjerësisht dhe që përçon mesazhe të këqija për një shoqëri të re që synon të bëhet antare e familjes evropiane. Duke u inkuadruar në fushatën e quajtur Bonu kull mos bjerë shpull në mënyrë më të mirë të mundshme, pra me zërin e saj briliant dedikuar luftimit të këtij fenomeni negativ social, Rona u dërgon mesazh sidomos të rinjve se shpullat dhe grushtat nuk janë zgjidhje. Rona vazhdon tutje duke porositur se në jetën tonë veç e mira mbetet kujtim dhe se gjithmonë në fund do të ketë një zgjidhje. Jetën tonë veç e mira mbetet, veç e mira mbetet kujtim. Gjithmonë në fund do ketë një zgjidhje, se do Manifestimet e ndryshme të dhunës në shoqërinë e re të Kosovës, nga ajo politike deri te ajo e motivuar me paragjykime për superioritet apo inferioritet gjinor, nuk do të evitohen nga foltoret apo me apele propagandistike, por mund të luftohen me projekte afatgjata për ngritjen e ndërgjegjës për dëmin, të cilën gjithëve në shoqëri u shkaktojnë ata që mendojnë se dhuna është mjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ndryshme. E gjithë fushata Bonu kull mos bjerë shpull, përfshirë edhe këngën e Rona Nishliut, është mbështetur nga Bashkimi Evropian, respektivisht zyra e saj në Prishtinë, thot Luljeta Vuniqi, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. Objektivat e kësaj fushate dhe projektit janë që të ngrisin vetdijen e të rinjve për pasojat negative të dhunës në baza gjinore, si dhe të promovoj barazinë gjinore përmes ngjarjeve sociokulturore dhe formave të pop artit. Kristof Shtok nga zyra e BE-s në Prishtinë thotë se qëllimi kryesor i projektit është ngritja e ndërgjegjës shoqërore për parandalimin e dhunës në mesin e adoleshentëve dhe se kënga e Ronës Vetëm zemra flet sakt e përbën njërin nga gjërat më të qelluara të kësaj fushate. I remember hearing the song for the first time back in December last year. Më kujtohet hera e parë kur e dëgjova këngën e Ronës në dhjetor kur ajo u lansua. Më duhet të pranoj se unë shumë shpejt e zura veten duke kënduar tonet e kësaj melodie. Shpresoj se shumë veta e ushqejnë ndjenjen e njëjtë ndaj kësaj kënge. Kënga Se vetëm zemra flet sakt është komponuar veçanërisht dhe vetëm për fushatën kundër dhunës e quajtur Bonu kull mos bjerë shpull. Ja se si Rona i shpjegon motivet e saj që zërin ta investojnë në këtë fushat. Definitivisht dhuna është e patolerueshme dhe e papranueshme dhe shpresoj personalisht që përmes kësaj këngë të zbusim këtë dukuri e cila është evidente në vendin tonë. Sa një shpull, nesër krush, s'është nga dje, unë nga fjalla gjithmonë në shpëtim, vetëm ha, besot zemrën dhe, kërë zemrën tonë të vetëm flas.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.